Përshëndetje gjithë, ju flasim nga Vietnami dhe mbase nuk do ta besoni, por kam takuar shqiptarin e parë në Vietnam, apo jo? Përshëndetje Oxhi. Si ka nuk mirëni? Ti besoj je shqiptari i parë në Po, i parë që kam marrë. 2012 kam marrë. 2012. Po si jetë, si qëlloj që jetë dhe si fillove të jetoje këtu? Po, u nisëm për Angli, Oxhi, e kish gatruar rrugën kamioni, se kisha hyrë kamion gabum, përfunduar me Vietnam Oxhi. Vietnam, ka përfunduar Vietnam. Vietnam, i parë në Vietnam. Edhe kështu që atëherë si e fillove? Dihet punoj, gjuhën. Jo, gjuhë s'kam dit as shqip atëherë, kena kënë saj palama komplet, Oxhi. As shqip kena dit atëherë. Po si mësove gjuhën? Varfrima. Gjuhën, gjoj fjalën një, unë njofta me vietnameze dashnore e majtate, aty më hensi ma. Me vietnameze, po tani me sa merresh tani? Tani kena shpike aplikacion Oxhi, është aplikacion pagesash online. Pagesa online. E ka Tani kena shpike aplikacion që merret me pagesa online Oxhi. Pagesa online. Po, është shumë i avancuar, me shumë nga gjithë bota. Për shembull, s'ke nevojë të kesh asgjë me vete, vetë shife kamerën dhe bëja me sy. Fakt, edhe bëhet pagesa? Pagesa u kry me sukses. Si më vetëm sy kështu? S'ke sy? Një sekundë se të mori lek. Jo, si, më mori lekët. $20. Më mori lekët vietnamezi, më mori lekët. Do të me pas kujdes se për shembull sa herë kena pagu pa dashje, kena shkel si në njënë se çko, kena arzuar lek. Jo. Po mirë, atëre më bëhet shumë qefi, edhe të uroj shumë suksese nga Vietnami